Kush hajrë Pekinë? Ky han, pen, plëbër, I kyn të shikëra tjera, edhe tjetër mandej, nuk ka në I farë dëbije tjetër. Prandaj, insani, ka drejt mua në ku se Allah Gjeleshan në na ka pru fjallin e ti, edhe na nuk mjurë me thonë nuk e dita, na nuk kemi drejt me thonë nuk e dita. Zotin neve nuk na ka lau jetem. Na ka pru Kuranin, fjallin e ti të Zibri. Në afërsin e ti, qëndrën një familjar, apo qëndrën një kojshi I cili nuk ka për të ushqy familjen e ti. Qoftaj edhe nga besimi tjetër. Këtë kërkesë që e kemi në mënyrë të vazhdueshme, unë e përgoj që me të vërtet neve mos mja dhonë vetë të stonë humbjen e kohës. Mos mja të nëruhet vetë të stonë humbjen e kohës. Po, dini Allahut është që na më ushqymë kuptimin shpirtënor. Se e të lerojmë vetën tonë me hupën nga mundësit të cilat Allah I ka kryu për neve. E aja është ushqimi shpirtënor, agjerimi Ramazanit, falja namazit, dashuria. Kemi probleme të ndryshme qofshin ato personale, individuale, familjare. Nuk ka njeri që Zotë ka falë që nuk ka brenga. Mirë po Zotë Gjeleshan e ka thonë që me përmes mësime dhe të mina gjani mundësit për me t'i kalunën të brenda të shëllësim. Zotë Gjeleshan e me argumentet të cilat e gjajnë shpëtimin edhe në dunja, e gjajnë shpëtimin edhe në ahiret, edhe shprendojnë dashuri e me individ dhe një njëriu. Dia si dije nuk krahasohet me kurfar pasurie tjetër. Dia ma madhe është të takohet një ditë me ta. Agjerimi edhe Kurani ditën e Kiametit do të ndërmjetësojnë për besimtarit. Agjerimi do të thëtë, po Zot, unë agjerusin e pengova ditën nga të ngrenit dhe nga të pirit dhe nga nevoja tjera. Nga nevoja tjera, mu I shenjtë Ramazan, Allah Gjeleshan e nga ketë pranuar, ketë agjerim, si vepër për veprave të shenjta, si vepër për veprave të cilat kanë dobi të pakufishme. Neve gjatë kohës, gjatë 365 ditë I cili nuk ka gabime e sidomos gabime të vogla. Po me gjitha tanë, Allah Gjeleshan në mënyrë të vazhdueshme në I kalon dyrë qelë, dyrë të pensë. Si kur ta dinim se sa është e rëndësishëm agjerimi I Ramazanit, me të vërtet të kërkonim që gjatë gjithë jetës të kemi agjerim, sepse me të vërtet vlerat e agjerimit jënë pa krahasueshme edhe jënë të pamundshme me I numëru si vlerë apo si dobi në cilën neve përfitojmë gjatë agjerimit. Po ta dinim njerëzën se stëmina sjellë Ramazani me siguri shumë I tharë të të dëshironin që të agjeronin për gjatë gjithë vitit. Si që është Ramazani, pra, neve, Allah Gjeleshan na ka mundësu që me të vërtet me përjetu këtë mujë shenjtë Ramazanit dhe me përfitu për mirave edhe në kuptimin shpirtëror, edhe në kuptimin fizik, edhe në kuptimin material, edhe në kuptimin social, duke u solidarizuar me shpresat e tjera të nevojshme
Mirë, faleminderit, ka koha për me fal namazin e ndaj, besoj që jeni gatshëm me fillu. Nderuar xhamat e ndershëm, paraprakisht ju tregoj se si bëhet falja e namazit të ditës Bajramit. Pak a shumë ta keni në dije, po me qenë se jeni në nëdhëheqjen e imamit, na përcjellë dhe në emrin e Allahut xhaleshanuhu e krym edhe në pranën Allahut xhaleshanuhu ato përpjekjet tona, namazin dhe gjitha angazhimet, ibadetet që kemi bën jetë për Zotin. Andaj, namazi i ditës Bajramit i ka 2 rekate, sëpër 2 rekatet e namazit sabahut, në radhë parë imami e merr tekbirin fillestar, edhe e knojë subhaniken. Kush e din me knu subhaniken, e knu subhaniken, mandej imami i merr 3 tekbire pas subhanikes, edhe imami e lexon suratul Fatiha edhe një nga surat e Kuranit, shkojnë në ruku, shkojnë në sejdë edhe ngritemi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë, imami lexon suratul Fatiha dhe një sure tjetër ka Kuranit, pastaj shkojmë me 3 tekbire, në tekbiren e 4 shkojmë në ruku dhe shkojmë në sejdë Allahu na falë. Pastaj, pas të mbyllim namaz, kemi edhe një ligjërat të shkurtër në hutbe. Allahu na falë. Bënë jetë në formë e tjetër Bajramit, për e Zotit, po të rritua ka kibla, një mbështetën imamit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثقال له. تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام إلى خمس شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Të nderuar xhamat të ndershëm, falënderimet, adhurimet, përpjekjet, të gjitha ibadetet në radhë të parë janë për krijuesin e gjithësisë Allahun Azza wa Jall. Paqja dhe selamet të legojmë mbi të dashurin e Allahut, të dashurin tonë, mësuesin e të gjithë njerëzimit, pejgamberin, profetin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mbi familjen e tij, shokët e tij, besnikët të sinqert, mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët të cilët me të vërtet ishin nga radhët e para të cilat e mbështetën profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ishin ashabët shokët e tij, shtylla mbështetëse kryesore dhe ishin mësuesit e të gjitha gjeneratave pasuese të cilat neve gjithsesi duhet të marrim mësime se si duhet të jemi si individ, si familje dhe si shoqëri. Të nderuar xhamat të ndershëm, ashtu sikur që edhe e cituam përpara ajetin e Kuranit, fjalën e Allahut xhalla shanuhu. Allahu xhalla shanuhu na urdhon në këtë ajet të Kuranit duke na urdhnu, duke na u drejtu neve si besimtar. O besimtar, u është bërë detyrë, farz, agjerimi i shejti muajit të Ramazanit, ashtu sikurse ishte detyrë, ishte borxh, edhe i atyne popujve para juve në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Të nderuar xhamat të ndershëm, nga kjo fjalë Allahu xhalla shanuhu kuptojmë se Allahu xhalla shanuhu çdo urdhënesë që e ka prunë në dobinë tonë, e ka prunë që jeta jonë të ketë kuptim dhe të ketë shpëtim nga vështirësitë të sfidat e jetës së kësaj bote, e cila jetë pa tjetër që mbartë në vete problematikat e ndryshme. Mirë po në mënyrë specifike, kur jemi të kjo fjallë Allah xhalla shanuhu, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm, pra neve si besimtar, kemi agjeru muajin e shenjtë Ramazanit, kemi fal namazin, kemi dha sadaka, kemi dha zeqat, kemi bën të gjitha ato përpjekje të cilat me të vërtetë kërkohen nga një besimtar i sinqert, e gjitha kjo është e dobinë tonë. Për të gjitha këto kemi nevojë ne, dhe asnjë nga këto nuk ka nevojë krijuesi i gjithësisë. Po krijuesi i gjithësisë Allahu Azza wa Jall na i ka prunë neve që me të vërtetë neve ta gjojmë shpëtimin në dunja edhe në ahiret. E lusëm Allahun xhalla shanuhu të gjitha këto adhurime, ibadete, përkushtime, të cilat e kemi bën këtë muaj të Kuranit, në këtë muaj të agjerimit, ta të na i jetë pranuar. Të gjitha ato mangësi, ngecje, harresa apo dështime
e lusëm Allahun Gjellëshanuhu që nga mëshira e Tij të na i falë, që të na pranoj si të mira dhe që të na shumë vishoj ibadetet, sepse më të vërtet nga punë tona, nga mundet tona, nga sakrificat tona, neve nuk ja arrim me adalen e sukseshëm në llogaritë të Zotit Gjellëshanuhu. Të ndëruar që më të ndershëm, gjithashtu citum edhe hadithin e pejgamberit a.s. nga 5 shtyllat e Islamit. Pra një besimtar, në qoftë se shtyllat kryesore apo bazën, themelin, nuk e kanë rregull, çka kemi me folë tutje për plane tjera. Përderisa nuk e krymi në mënyrë të vazhdueshme, nuk e kujtojmë Allahun Gjellëshanuhu duke ra në shahadet. Nuk të lërgojmë salavat e pejgamberi a.s. duke e kujtu ata si mësusin më të mirë të njerëzimit. Duke e kujtu ata si shëmbësyje se s'pëmojnë me ba, për shembull s'pëmojnë me ba sadak, s'pëmojnë me ba zeqat. Zeqat s'munësh me ba se s'ki. Në haqë s'munësh me shku se duhet me pasën për me shku atje. Amo 3 shtyllat e para të Islamit, çdo njëri prej neve mundet me kry e që na kërkojnë nga ju, në radhë parë, nga vetvetja dhe nga ju dhe të tjerët që sa ma shumë që është e mëshme të afrohem të Zoti, sepse Allah Gjellëshanuhu po thot: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Me përkujdoni mua me të përmend me adhurim e mos më mohani. Me kujdoni mua me vepra, ndërsa unë ju shpërblej juve nga shpërblimet e mia të pa numërta. Të ndëruar që më të ndërsh, e citum ajetin e agjerimit, hadithin e agjerimit, ajetin e leximit në muajin e shenjtë, besimtari i cili e shkput marrëdhëniet farefisnore. Andaj, duke nisë nga ky parim, nga ky argument, na kemi për obligim se pas arsyet nuk e këshyre anën e përgjegjësisë morale, po e këshyre anën materiale. Dhe fare në fund, sadakaja ma e mirë e jona është sadakaja që japëm për familjen tonë. Qoftë aja veshmbathje, qoftë aja ushqim, qoftë aja mirësjellje mbrana xhirit familjes njerëzve të cilët më të vërtet i shtin në praktik në jetën e përditshme mësimet e Zotit Gjellëshanuhu dhe mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udhu billahi الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar.
العالمين. الفاتحة. Vëllezër të dashur, xhamatën e nderuar dhe shumë të respektuar, urimet e këtij bajrami, Allah na pas pranuar në agjërimin dhe të gjitha vëllezërit.